pas gjithë katrahurës që ne kemi trashëguar për fat keq. Ndërsa e drejta për të protestuar është një drejtë që nuk mund të vihet në diskutim në asnjë mënyrë në këtë vend. Dhe është një drejtë cilën ne kemi mbrojtur qysh nga dita e parë, edhe me koston që të kemi në disa raste dëmtime serioze të forcave të policisë. Por sulmet politike mbi projektin nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve të tjera apo nga forcat jashtme nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan, shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë. Ne kemi hyrë tani në një territor shumë të ndryshëm nga një që kemi qenë. Sepse ky projekt, së bashku me tjerë, po ky, siç e ka ngritur vëmendjen globale ndaj Shqipërisë, e ngre Shqipërinë në një nivel tjetër me realizimin e vet. Totalisht. Natyrisht që sjellja e kompanisë së sigurisë ishte e neveritshme dhe jo më pak e neveritshme ishte dhe sjellja e drejtuesve të policisë vendore, gjë për cilën ka pasur reagim të menjëhershëm nga ana e leadershipit të policisë shtetit, qoftë me shkarkimin e drejtorit policisë Vlorës dhe vendosjen në hetim të gjithë zinxhirit, qoftë me heqjen e licencës së aktivitetit të kompanisë, pra ajo kompani nuk mund të operojë më në Republikën e Shqipërisë, qoftë me arrestimin dhe vendosjen në ndjekje penale të rojëve të sigurisë. Ndërkohë që nuk e di se çfarë tjetër mund të bëjë shteti dhe nuk kuptoj pse shteti duhet të jetë target në këtë rast. Nuk ka asnjë relativizim të dhunës, përkundrazi, për shkak edhe të relativizimit që u bë dhunës. Në komunikatën e policisë vendore të Vlorës, ku u tha një e pavërtet, u bë edhe shkarkimi, edhe vendosjen e hetim e gjithë zinxhirit. Tani, më lejoni t'ju shpjegoj një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme për ju edhe për mua. Dhe më lejoni ta nis pak nga larg, se e vërteta është gjithmonë e mërzitshme. Gënjeshtrat janë zakonisht argëtuese. Është shumë më argëtuese të shikosh një video me një pelikan që e merr përpara eskavatori, se sa të dëgjosh rrugën e legjislacionit shqiptar për zonat e mbrojtura, duke filluar nga një fakt. Ka qenë kjo shumicë parlamentare. Kjo këtu, e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ka qenë qeveria e kësaj partie, dhe kam qenë unë kryeministër, në mandatin ton të parë, kur kemi bërë futje në mbrojtje të Republikës Shqipërisë në të gjitha ato territore të kërcënuara. 2017. Por, ajo që duhet ju them si anë tjetër të medaljes, është që Pishporoja, për cilin flasim, nuk është një zonë e mbrojtur e kategorisë së parë apo dytë, por klasifikohet edhe si pas i UCN-s kategori e 5. Peizazh i mbrojtur. Dhe për shpalljen peizazh i mbrojtur dhe të gjitha detajet, ka një vendim qeverie, por ajo që
është e rëndësishme të thuhet dhe që nuk ju është treguar juve, është që në 2017 këto kategori në ligjin ton janë të adoptuar në mënyrë të plotë. Dhe thelbi i sistemit ton të zonave të mbrojtura është praktikisht i gjithi i lizuar me standardet më të larta ndërkombëtare. Dhe në princip, sa më lart shkohet drejt kategorive 1 dhe 2, aq më shumë kufizohet ndërhyrja njerëzore. Ndërsa kategoritë 5 dhe rasti konkret dhe 6 janë të ndërtuara mbi konceptin e bashkëjetesës së natyrës me aktivitetin ekonomik, social dhe turistik. Pikërisht për këtë arsye, kategoria 5 nuk konceptohet si zonë pa zhvillim, sepse ajo është një zonë ku kanë banuar njerëz dhe ku banojnë njerëz sot e gjithë ditën që flasim. Por si zonë ku peizazhi, biodiversiteti dhe aktiviteti njerëzor kanë bashkëjetuar historikisht dhe duhet vazhdojnë të bashkëjetojnë. Dhe në hartën e Europës ka jo pak laguna, shumë përafërsisht të ngjashme me këtë lagunë, që janë destinacione turistike të jashtëzakonshme dhe ku ka aktivitet të plot ekonomik dhe social. Në nenin 20 të ligjit 2017 përcaktohet qartësisht se peizazhi i mbrojtur është një territor ku mund të ekzistojnë deri dhe qendra banimi dhe aktivitetet si bujqësia, turizmi, peshkimi dhe përdorimet tjera të territorit. Dhe specifikisht në pikën 4 të nenit 20 përcaktohet se veprimtaritë që ndryshojnë përdorimin e territorit si ndërtimet, trajtimi ujëve të zeza, autostrada, kanale lundruse, zonat urbane dhe të ngjashme, lejohen të ushtrohen vetëm nëse subjekti që kërkon t'i kryej këto veprimtari pariset me leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Prandaj, miqtë e mi, ne nuk kemi bërë asnjë heqje nga asgjë. Pishporoja ka qenë peizazh i mbrojtur dhe është peizazh i mbrojtur. Do vi tani më pas edhe tek mbrojtja. Edhe diçka tjetër. Është e vërtet që në vitin 2024 ne kemi bërë një amendim të ligjit me një kërkesë të kryebashkiakëve të vendit dhe pastaj përmes deputetëve për një ekuilibër të drejtë mes potencialit për zhvillim të territoreve dhe mbrojtjes. Sepse ligji ekzistus nuk merrte parasysh në territor realitetet e tranzicionit. Për shembull, Thefi është një realitet, është zonë e mbrojtur. Si bëhet? Legalizimet e të gjithë ndërtimeve të vjetra, do me thënë të pas diktaturës në Thef, janë bërë pikërisht me këtë ndërhyrje ligjore sepse është realitet i krijuar. Ata njerëz janë banor, kanë ndërtuar pa leje aso kohë dhe mos i ngatrojmë me ata që pastaj u turën ndërtojnë pa leje kur borën vesh që të tjerë do legalizoheshin se ata u shëmbën dhe do shëmbet kushdo që do ta bëj prapa të punë. Por flasim për ata që i kishin. Dhe ndërhyrjet e palishme të parregulluara duheshin njëkohësisht rregulluar. Njëkohësisht nga ana tjetër, peizazhi i mbrojtur, Pishporo Nart, deri në vitin 2020 quhej Vjos Nart, se dhe këtu është një manipulim i madh. Nuk po ndërtohet në Vjos. Nuk po shkatrohet grybderdhja e Vjosës. Zona e këtij projekti nuk ka lidhje me zonën e mbrojtur të parkut kombëtar të Vjosës.
zona e mbrojtur e Parkut Kombëtar të Vjosës e ka nivelin më të lartë të mbrojtjes, dhe aty nuk mund të bëhen dot rezorte. Tani të vim pak tek procesi që kanë ndjekur investitorët dhe si është qasur administrata shqiptare. Si që thashtë, ata u paraqiten për herë të parë në Shqipëri në 2023, pastaj vazhduan me shtetin bisedimet për Sazanin dhe vazhduan me privatët punët e tyre. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Aplikimin e tyre të parë, ata e kanë bërë pranë Agjencisë së Zhvillimit Territorit në datën 10/9/2024. Pra jemi thuajse 2 vjet përpara. Dhe në mbledhjen e datës 25/9/2024, KKT-ja e ka rrëzuar projektin dhe ka kërkuar që të zvoglohet intensiteti i ndërtimit dhe të sigurohet ruajtja e lagunës. Janë të shkruara këto, janë në proces verbale. Dhe projekti, gjithmonë flasim për konceptin, nuk flasim për projektin e ndërtimit, flasim vetëm për masterplanin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar 1 nga 1 kushtet e vendosura. Në vitin 2024, nuk u miratua një projekt arkitektonik. Dhe nuk ka asot që flasim ne dhe që juve jeni zëmëruar me të drejtë për çka keni dëgjuar, po tani më dëgjoni mua. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar. Nuk ka, nuk ekziston. Çfarë shihni në për filmat që i prodhojnë ata që duan t'ju nxisin sa më shumë duke shfrytzuar pikërisht ndjenjën e pastër tuaj, janë të krijuara si Walk the Dog.